الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderoj për ti falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurim me skujt me drejt përveç Allah dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Frika prej Allahut është mbrojtësi më i mirë i zemrës që njeriu mos ta lërë që të bie në gjuna. Është shtytës i mbrëmshëm i cili e pengon njeriu që mos të i bëjë padrejsi tjerëve. Mos i të kaloj kufijt e Allahut dhe mos u acenoj atyre nderin. Ai i cili ka frikën hakikat Zotit të tij, s'ka dyshim që i vjet turp prej Allahut që ta shohë duke bërë gjuna. Ka frikë prej Allahut kur a ditë do të atakojë Zotin e tij edhe ti barte me vete gjitha ato barra dhe hakun që e ka ose borxhet që i ka ndaj njerëzve shkaku i zullumeve të tij. S'ka dyshim që Allah subhanahu e fal çdo gjuna. Qoftë ajo edhe padrejti e madhe, qoftë ajo edhe idhujtari, nëse është në dunjë. Po kur njeriu ndron jetë, Allah i fal gjitha gjunohet nëse dëshiron dikujt prej robërve të tij përveç idhujtarisë. Kurse kur është në pyetje borxhi që e ka njeriu ndaj tjetrit, qëllimi është haku, padrejti që i ka bën ndaj tjerëve, Allah subhanahu e fal hakun e tij, po jo hakun që e ka robi ndaj tjetrit. Do thot kështu ta thjeshoj ma lehtë. Nëse i ke bë dikujt padrejti, ja ke marr hakun, ja ka cenu gjakun, ja ka cenu nderin, ja ka cenu do thot pasurinë, ti pendosh te Allahu. Allahu ta fal. Po atij që ke bë ti padrejti, nëse ai ty nuk ta fal, atëre do japësh llogari për Allahut dhe ai ka drejta ditën e Kiametit me marr prej të mirave tua, e nëse nuk ke me t'i dhën ai gjunohat e veta dhe me t'i ngarku ty si bar. E ne sot sa njeri kemi që përgojojnë bartin fjalë, sa njeri kemi sot që e cenojnë nderin e muslimanit, gjakun e tij, edhe po ashtu edhe pasurinë e tij. Fjalë që thuhen, po te Allah subhanahu janë shigjeta që zemrat i godasin, edhe fjalë që shkruhen dhe melekt do t'i prezantojnë ditën e Kiametit kur do dalim para Allahut dhe hapin ato fletushka. Sa prej punëtorëve e tratojnë amanetin e tyre dhe nuk e japin hakun punës së vet. Sa prej tregtarëve sot mashtrojnë, sa fqinji e lëndon e dëmton fqinjin e tij, edhe sa i afërmi sot i shkaput lidhjet me akrabat e tij. Dhe sa pushtetari sot i ban padrejsi atyre që i ka nën pushtetin e tij. Sa sot njerëz kemi që mes vete tratojnë, edhe mashtrojnë, edhe përgojojnë, edhe bartin fjalë, edhe cenojnë nderin, gjakun, pasurinë, edhe fare nuk u shkon mendja për dënimin e Allahut azhajal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith kutsi, hadith do thotë që e transmeton prej Allahut azhajal se Allahu tha ja ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalimu. O ju robërit e mi, unë ja bëra të ndaluar vetes padrejtësinë dhe e bëra padrejtësinë të ndaluar mes jush, andaj mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit. Një prej haditheve që është paralajmërues, kërcënues, unë e shoh që është një prej haditheve më paralajmërues, sidomos për ata që janë fetar. Hadith i cili ti tregon disa gjëra që duhesh mi pas parasysh çdo herë, se fetaria jote a do jetë e vazhdueshme deri në fund dhe nëse kështu i shkon Allahut, a do shpëtosh apo jo? Dëgjoni këtë hadith. Është hadith kërcënues, paralajmërues edhe pse ka shumë edhe qerë. Është hadith i falimentuarit. I pyeti pejgamberi se një ditë për ditëve sabat, i tha, a e dini cili është i falimentuar për umetin tim? I thanë ja Rasulullah. I falimentuar është ai i cili nuk ka dinar dirham, nuk ka mall. Ai i cili nuk ka kur gjë. Ai është i falimentuar, i bankrotuar, s'ka kur gjë. Pejgamberi sa më tha jo. Tha i falimentuar nga umetim është ai i cili vije ditën e Kiametit me namaz. Po me namaz, jo pa namaz, me namaz. Ai i cili vije me agjerim dhe vije me zekat, do thot ka qenë fetar, ka qenë i kapër për fenë Allahut.
Është ngrit në mëngjes ka ardhe ka fol namazin me xhamat. Dhe pastaj edhe drekën, edhe ikindin, edhe akshamin, edhe yacin. Edhe ka shpenzu prej pasurisë së tij. Edhe ka agjëru, ja ka pas frigën Allahut, mirë pa ka pas defekte. Këto defekte i kanë kushtu. Këto defekte pejgamberi se më tha që ky person vjen me gjitha ato të mira, mirë po ndërkohë e ka shoh filonin. Ndërkohë ja ka hongër pasurinë filonit. Ndërkohë ja ka derdh gjakun filonit. Ndërkohë ka shku e ka rra filonin e ky person do jap llogari. Si jep llogari? Gjitha ato të mira që i ka punu i merrin atij. Edhe pastaj i jepen atij që i ka bë padrejti, do thotë i merr i dëmtuari. E nëse ky i cili ka bë padrejti nuk ka të mira për me shpagu atë dëm që e ka bë, atëherë mirën gjunohet e atyre të dëmtuarve edhe i hedhin këtij i cili ka bë padrejti. E akoma keq, se tanë jetën me shpresuën te Allahu, se ke me shpëtu shkaku i ibadetit tanë, edhe në fund me dështu. Nuk ka më keq. Para mendoj ti tash me punu tanë ditën, edhe ti shpreson me mon fund rrogën edhe rroga yte nuk t'jepet apo ndjesh keq. Vjen shumë keq pse? Për shkak se e ngjen që të ka bë padrejti, s'ta ka dhënë hakun apo? Tamam, Allahu është i padrejt. Jo. Allahu nuk bën padrejti. Gjitha këto që i ke punu janë vepra tua realisht. Mirë po mos harro se këto kushtojnë. E duhet që të lahet borxhi. Atje nuk ka dinar edhe dirhem. Ndonjë ka mundsi, po atje nuk ka, atje ka shpërblim, edhe ka dënim, ka gjuna, edhe ka shpërblim. Friga prej Allahut azza xhel e përmirëson zemrën. Kur përmirësohet zemra, patyshim që do të përmirësohen edhe gjymtyrët, ashtu si qerin hadithin e pejgamberit, që në trup është një copë mishi, një organ që nëse përmirësohet gjymtyrët, nëse prishen gjymtyrët, ky organ tha pejgamberi është zemra. Do thotë që zemra e realisht kur ka frikë, ajo e pengon, ajo e ndalon. Friga është rojtari më besnik i zemrës që njeriu e ruan që mos të bie në gjuna. Kur robi ka frikën Allahut azza xhel, ose realisht themi kur robi nuk ka frikë, nuk ngjen frikë ndaj Zotit atij, i duket edhe gjunoi i vogël shumë. Ibn Mesudi thoshte radhiyallahu anhu, thoshte që besimtari gjunon e shef sikurse mali. Edhe nëse gjunoi i tij është shumë i vogël, kurse hipokriti gjunon e tij e shef si miza. Edhe nëse është gjunoi i tij shumë i madh, ka bërë shumë gjuna të mëdha, mirë po i shef shumë të vogla. Pse? Për shkak se nuk ka frikë Allahut azza xhel. Nuk e shef gjunon, nuk ka ngjenj në zemrën e tij për gjunon që ka bërë dhe nuk e di kujt realisht i ka bërë. Kjo është më e keqja. Sa shkon bën gjunohe sa doje. Mirë po megjithatë në fund i duken shumë pak. Kurse besimtari ruhet, bën shumë pak gjuna, po i duken shumë të mëdha. Ka frikë në vazhdimsi që do t'i vijë dënimi i Allahut. E normalisht është dallim shumë i madh mes këtyre dyve. Allahu azza xhel kur i përshkroi të hutuarit, Allahu tha për ta, laqad kunte fi ghaflatin min hadha. Tha ti ishe deri gje ish kujdesur kundrejt kësaj dite që erdhi sot, ti e ke mohu, ti s'ke besu se do të vijë momenti i vdekjes. Edhe ke thonë që ai ditë nuk vjen dhe unë as që besoj. Mirë po thot Allahu ti e ke mohuat edhe ke qeni pavëmendshëm. Thot Allahu azza xhel fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. E ne e larguam perdën. E tash shikimi yt është i mpreh. Ti e shef mirë tash realitetin. Ti e shef mirë çka pas ka tash. Ti e shef melek të Allahut. Ti e shef dënimin e Allahut. Ti e shef botën tjetër që deri sot e ke mohu, ama tash të ka ardhur agonia vdekjes, momenti i fundit mos ke ku tikësh. Atëre këtu del pa besimi yt që e ke pas ti, edhe këtu del realiteti që ka thirr pejgamberi Allahut e gjithë pejgamberët e tjerë që kanë thirr besimtarët, ndërkohë po ty fare nuk të ka interesu. El Fudail ibn Iyadi rahimullah për fjalët e Allahut wabada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun, atyre Allahu do t'ja japë një dënim që ata fare se kanë menduar hiç. Thoshte Fudail ibn Iyadi, ato janë veprat që ata i kanë punu, kanë menduar që janë veprat mira, realisht kanë qenë gjunohe. Parandot i tash me bën vepra, me menduar që janë të mira, realisht ato janë gjunohe. Gjunohe, edhe Allah ka me të dhënë një dënim që ti fare nuk e ke menduar hiç. Ti ke menduar do thotë që ti do të shpëtosh, por realisht ka qenë krejtësisht e kundërta. E kjo është dështim shumë i madh. Është dhembje shumë e madhe në fund, me të ardha ashtu ku nuk ke mundësi për mik askund, atëherë Allahu na rujt. Mos sa mundsof që me përjetuat, përkundrazi, shpresojmë ta përjetojmë atë e cila është më e lehtë dhe më e mirë te Allahu azza xhel. Ai i cili ka frikën Allahut azza xhel, e ruan gjuhën e tij dhe nuk aksionon muslimanëve nderin e tyre. Ai i cili
ja ka frikën Allahut azza wa xal, e përmban veten e tij dhe e përmban dorën e tij dhe nuk i dëmton, nuk i lëndon musliman. Ai i cili ja ka frikën Allahut e pason zemrën e tij nga urrëqja, nga rëmisia, nga smira dhe nga xhelia. Mjafton ky hadith i pejgamberit sa për me kuptu realitetin se sa muslimani, sa duhet me qeni kujdesshëm për mos me lëndu qetrin e mos me prej qetrin. Pejgamberi sa tha, el muslimu men selim el muslimun min lisani wa yadi. Tha besimtar musliman hakikat është ai i cili musliman prej tij janë rahat, musliman prej dorës së tij dhe gjuhës së tij. Gjuha e tij është ai i cili nuk flet, nuk lëndon, dora e tij po ashtu. E ky musliman i cili nuk i lëndon musliman me gjuhën e tij dhe me dorën e tij, atëherë realisht ky ka shpëtuar me zemrën e tij dhe me veprimet e tij. E përmbajtja e vetës që mos ta dëmtosh një prej krijesave të Allahut azza wa xal është ibadet i madh. Edhe s'ka dyshim që shumica e njerëzve janë të pavëmendshëm kundrejt këtij realiteti. Pejgamberi tha me një ditë tjetër, tha imani është 70 e ca dek më e larta është fjala la ilaha illallah, më e ulta është largimi i pengesave prej rrugës. Nëse largimi i pengesës qenë ka pjesë deg e imanit, atëherë çka mendon ti? Kur ti përmbon gjuhën tënde dhe nuk i lëndon qert, a qenë ka pjesë e imanit? Padyshim që është pjesë e imanit, edhe është pjesë diku lart në atë hierarkinë do thotë e degëve të imanit. Atëherë si ka mundësi që ne ta shtojmë atë frikën prej Allahut azza wa xal. Padyshim që ajo që ndihmon është vdekja, se ne këtë ja kemi frikën vdekjes. Kur kujtohet vdekja, zakonisht e ke njerëzit nuk duan që të flitet shumë për vdekjes. Nuk e dëshirojnë tematikën e vdekjes. Pse si u ngushton gjoksin? I duket si dunjoja u iki, këta e pasuritë që kanë punu, ato ambicie që i kanë për dunjon ngushton, shkojnë. Kjo është realiteta, deshe apo nuk deshe. Po çka bën? Ta shton frikën prej Allahut azza wa xal. E frika prej Allahut shtohet kur e kujton vdekjen, kur e kujton ahiretin dhe po ashtu kur e llogarit veten dhe kur të kujtohet një realitet se veprimet e tua dhe fjalët e tua gjitha do të shkruhen me lejen e Allahut azza wa xal, pavarësisht ti ai vetëdijshëm apo nuk e vetëdijshëm, ke melek me vete që ato i shkruajnë çdo fjalë që e thua, çdo vepër që e punon, ajo shkruhet dhe ti ke me pa ditën e Kiametit para Allahut kur do të hapen fletushka. Thot Allahu azza wa xal, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Çdo fjalë që e thot ai, vetëm se ka me vete një melek i cili është përgjegjës, e shkruan atë që ai e thot edhe e vepron. Po ashtu thot Allahu azza wa xal, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Ai i cili e bën një vepër të mirë, qoftë sa një thërmi, atë do ta shoh. Dhe ai i cili e bën një vepër të keqe, edhe qoftë sa një thërmi, edhe atë do ta shohë. Nuk ka padrejsi, te Allahu nuk ka padrejsi. Allahu është i drejti. Mirë, po problemi është na, andaj ti kthehemi Allahut sinqerisht, të pendojmë tek Allahu azza wa xal dhe të jemi të kujdesshëm, mos të acenojmë qerve nderin e tyre, gjakun dhe pasurin e tyre. Wa qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala shafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Një prej argumenteve që aludon se kemi frikë në zemrat e tona është raporti jon me krijesat. Kur përmirëson raportet e tona njëri, atëherë me lejen e Allahut shpresohet që pas ka frikë në zemrën tonë. Dhe po ashtu kur njeriu i kthen borxhet që i ka hak, ka marrë, nuk është qëllimi këtu borxhet pasurisë që e ke marrë, ai po atë as që diskutohet. Është qëllimi i borxheve do të hakut që i ke hyrë hak dikujt, pa që të dush me kthjet. Forma e kthimit është shkon ja kthen ose nëse ke marr padrejtisht ose kërkon falje prej tij ose do të thot shkon edhe kërkon që ai ta bëjë halallëk shkurt. Pse? Për shkak se do të vijë një ditë, jo me la infamanu me la benun, illa men atallahi bi qalbin selim. Do të vijë një ditë ku nuk bën dobi as pasuria as fëmia, po bën dobi vetëm se zemër pastërtia. Do të vijë një ditë ku aty nuk ka dinar dirhem. Ktu në dunjë ka mundsi. Të kam bë padrejti, kam kërku falje, nuk ma ke fal. Për shkak se është çështja ime personale. Muj me ta fal, muj mos me ta fal. Edhe pse më mirë është me fal. Po mundem këtu edhe ta shlij ndryshe. Mundem me thon, a e bëjmë një lloj pazari? E bëjmë pazar me dinar me dirhem. Sa kërkon 500.000 që, ama falma. Pse se më mirë 500 këtu i jep se sa 500 të mira atje, se ato të mira atje peshojnë, e nëse nuk i ke ato ka mundsi shkak të mina ato që të ishin xhenem Allahu na rrit. E këtu ka mundsi, në ahiret nuk ka mundsi. Prandaj tha pejgamberi, kush ka bë padrejti ndaj vëllait të tij musliman dhe ja ka cenu atij nderin, apo ja ka prek atij pasurinë, le të shkojë le të kërkojë halallëk prej tij sot në këtë dunjë ku sot
ka dinar e dirhem, e atje nuk ka dinar dhe dirhem, se do të vije dita ku ato nuk ekzistojnë, po atje do të ketë shpërblim edhe dënim, do të ketë të mira edhe do të ketë këqija. E shko kërko tash, edhe nëse ka nevojë me shpagujt me tolla, vetëm se mos e le që të vije dita e kiametit, e pastaj atje s'ka mundësi për me la borxhin tanë që ja ke tjetrit, edhe hakun që ja ke marrë ati padrejtisht. E çdo herë kujtoj në çështje. A i ke bë dikujt padrejti? Si është raporti mes teje dhe mes tjetrit? Ti, e realisht, a ja ke hongër pasurinë tjetrit padrejtisht? Ti, a i ke bë padrejti punëtorit? A i ke bë padrejti shërbëtorit? A i ke bë padrejti atij që e ke poshtejen, pushtet? Ti, a i ke lëndu fqinjin? A i ke shkëput lidhjet farefisnore me padrejt? Ti, a e ke përgoju ndonjë musliman? A e ke bërë fjalët për te, ose a ke cenu gjakun, ose pasurin, ose nderin e ti? Nëse ke diçka prej asaj, atëre dije që friga jote prej Allahut patjetër duhet me quhen deri në pendim që ti kthehesh Allahut sinqerisht, edhe ti përmirësosh ato gjitha që i ke bë. Përmirësimi i zemrës është shumë e rëndësishme. Ajo zemra bardhë që ne shpesh e themi me gjuhët e tona dhe themi që zemrat e tona janë të bardha, a realisht veprat janë të zeza, katran tregon që ne realisht nuk e di me realitetin asoj zemër pastërtie. Po, kërkohet zemër pastërti, ama kërkohet zemër pastrohet. Pa zemër pastrohet prej xullumit, prej padrejtësive, prej urrëqjes, prej smirës, prej gjitha atyre të cilat do thot janë në zemër. Nëse do me di ti pozitën tënde, ti sa e ke te Allahu subhanahu. Shikoj ti sa ja ke frikën Allahut. Sa ja ke frikën, aq është pozita jote te Allahu subhanahu. Nëse do me di sa do Allahu, shikoj ti sa e do Allahun. Shikoj ti sa ja ke frikën Allahut. Nëse ti ja ke frikën Allahut, aq shumë dije që pozita jote te Allahu subhanahu është e madhe. Po di edhe një çështje tjetër, që ditën e kiametit do të japim llogari prej çështjeve të para, është kthyrja e borxheve për hakun që ja ke marrë qerve. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që a ditë, gjithsesi thot ditën e kiametit do t'ua kthejmë borxhet atyre që ua kemi marrë hakun. Derisa dhe delja pa brina do të kërkojë hak nga delja me brina. Pse? Për shkak se e cila ka pas brinj, e ka lëndu, e ka dëmtu atë që nuk ka pas brinj. E paramendoj nëse kështu është e shtast, atëherë si do jetë puna me neve, me njerëzit, ku a ditë do të hapen fletushkat, do të maten veprat, do të peshohen mirë, qartë, pa zullum, çdo vepër që e ke bë, ke me po. E atëherë si do të jetë gjendja jonë, kur ti e paramendon pak se sa padrejsi ke punu, edhe sa padrejsi ke bë, edhe vllavit tan se vllajin sa ke lëndu, edhe sa ke dëmtu fëmijën tan, prindin tan, gruan tënde, fëmijën tënde, ose gruaja burrin, ose adoptin, atë ngratin, atë mjerin, atë jetimin, e gjithë ato, atë shkon ndërmend ndonjëherë. Apo mendon se kjo dunjë, hajt, shkon është e vërtet, ama vjen një ditë, kur ajo nuk shkon, ajo do të mbetet për gjithmonë. E andaj duhet me pas kujdes. Duhet me kujtu gjitha këto, me pas kujdes, me përmirësu raportet me njerëzit sipas rregullave të Islamit. Sepse thash, Allahu kur është në pyetje haku i tij, Allahu e fal çdo gjuna nëse dëshiron. Nëse jo, Allahu e dënon, pastaj e nxjerr prej xhenimit, përveç se idhujtaris. Nëse shkon me të, ndonjë ka mundësi gjitha më fal. Po kur është në pyetje haku i robit, e atëre, këtu është çështje tjetër. Allahu ta falat, ti që e ke bën si gjuna, mirë po, robi nuk ta fal. Thot jo, thot ditën e kiametit unë të kërkoj hak, edhe ditën e kiametit, atëre kur do dalësh para Allahut, atëre keme kërku, keme thonë, o Zot, ky më ka bën padrejti. O Zot, ky më ka cenu nderin. O Zot, ky padrejtisht më ka hongër pasurin. Ky padrejtisht më ka mundu, më ka torturu, më ka marrë gjakun, më ka cenu nderin, më ka prek familjen, më ka bë këtë dhe këtë. Unë du me marr hak, edhe ja merr atëre pastaj atij, ja merr ato të mirët, e nëse nuk ka jep gjunat e tua, edhe pastaj i bartën me vete, e mirë aj, e mirët na, për neve nëse kështu i shkojmë Allahu të zogjel. Andaj, elus Allahun që Allah zogjel t'i përmisoj gjuhët e tona, t'i përmisoj gjumëtyrët e tona, elus Allahun që Allah zogjel t'i përmisoj zemrat e tona, elus Allahun që t'na falë dhe t'a mëshiron, dhe elus Allahun që nga çdo gjuna Allahu të na pasron, dhe elus Allahun që çdo musliman dhe musliman të gjallë të vdekur Allahu të mëshiron. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.